tani unë duhet të tregoj ëndrat e mia dhe pastaj unë duhet të zhduk. Dhe ndërkohë që ankohesh, krijon edhe në mendjen tënde një realitet tjetër, sikur realisht bota është kaq e keqe. Në fakt nuk është aq e keqe. Edhe banania nga morfologjia, nga jashtëmja, është frut që tallet, vihet në lojë, pavarësisht se është shumë i shëndetshëm për trurin. Te si ri pastaj se ke fjetur pak gjuhë, ka plot njerëz që nesër nuk do zgjohen. Edhe nuk e dinë që nuk do zgjohen. Mund të jemi edhe ne. Dhe epidemia më e madhe që ne po kalojmë nuk janë këto sëmundje të ndryshme që flasim, është vetmia. Përshëndetje miq, mirë se vini në këtë episod veçantë për ne. Ju në fakt na e keni kërkuar që të ishte e ftuara jon, ndërkohë që dhe ne kishim shumë dëshirë, por ky erdhi momenti dhe me goxhia shumë faleminderit që jeni me ne sot. Nësia ime. Okej. Në fakt, ndërkohë që ne po vendoseshim ne po rregulloheshim për këtë episod, dhe Arioni po thoshte, domethënë po na tregonte se si duhet të rrim, si duhet pozicionohemi. Ju thatë që ne domethënë këtë bisedë e bëjmë edhe përpara se të nisim terapin, pozicionimi diagonal, na shpjegoni pak. Tamam, ne duhet ishim, ose më saktë Arbi duhet ishte më këtej dhe unë tisha këtu. Okay. Është ideja e dy anijeve që takohen me njëra tjetrën, janë afër, pas njerë nuk janë përballë. Sepse në çfarë do lloj momenti që ne jemi duke procesuar qoftë kujtime, të tashmen, të shkuarën, duhet që pacienti të jetë i lirë nga stimujt të jashtëm që mund t'ia prishin atë procesin. Dhe zakonisht nuk shikon drejt në sy, siç po shihni ne tani, sepse ndikon shumë në gjithë procesin e brendshëm të natyrshëm të pacientit. Ekse. Unë e thash domethënë edhe në fillim të këtij episodi kur e bëm atë hyrjen që keni qenë një nga personazhet më kërkuara domethënë për ta padur në këtë episod. Dhe mendoni që njerëzit ju duan kaq shumë. Nuk di se si ti përgjigjem kësaj pyetjes, realisht. Gjë që unë kam kuptuar që duke qenë plotësisht vetja ime me hapësira të ndryshme publike që kam dashur që t'jenë, njerëzit të njohin, të shikojnë, të pëlqejnë edhe ndihen sikur po ti je ti kaq e çuditshme ose ndryshe ose me gjithë pjesët e tua, edhe unë ndihem më rehat në praninë tënde. Okay. Sepse personat perfekt i bëjnë të tjerët të ndihen shumë në siklet. Dhe normalisht kur ti vjen në një hapësirë publike, siç janë mediat sociale, ku ti nuk kontrollon kush vjen, e ke mbajtur derën hapur për kudo, shikon që njerëzit janë shumë më të hapur të hynë, kur shikojnë që ti je një njeri normal, pavarësisht se normaliteti ka disa shtres. Varet edhe se si sa kur je impostuar apo ke një lloj mënyre specifike të qenit që normalisht është të teatër se sa është reale, se ne jemi gjithë shumë çuditshëm në vërtetë. Po jemi vetë veçantë, secili në natyrën tonë. Ndoshta kjo lëshmëria që dhe ky format i joni podcastit që ne duam bëjmë, ndoshta kjo ka qenë arsyeja sepse episodet tona janë shikuar gjithë me radhë, ndoshta. Anyway, Okay. Në bion tuaj në Instagram shkruhet neuroshkencëtare me një twist terapiste je. Po. Domethënë, unë fakt para se ta nisnim të episod, ju pyeta thash çfarë bëni në përditshmërinë tuaj, domethënë, ju po ma shpjegonit pak, po për gjithë ata që janë të interesuar, mund ta ndani pak dhe me ata. Po, unë kam studiuar edukimin konvencional, atë tipikun, akademikun, neuroshkencë me bazë shumë të fortë shkencore dhe mjekësore. Dhe më pak filozofi dhe psikologji, gjë që kanë qenë fokus në vitet e dyta dhe të treta të bachelorit tim dhe pastaj në master që ka qenë kombinimi i psikologjisë, psikiatrisë dhe neuroshkencës. Specifikisht ky master është i vetmi i tillë në botë dhe fatmirësisht ishte në institucionin e universitetit tim që bëra edhe bachelori. Fatmirësisht, unë e kisha zgjedhur qëllimisht, le të them. Për këtë arsye. Po, që kisha mundësinë të futesh atë ky instituti ku ti ke koncepti bazë është që profesionet të ndryshme bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Dhe nuk ka vetëm mjek, nuk ka vetëm psikolog dhe nuk ka vetëm studios, po janë gjithë bashkë dhe norma është që ti t'i dish gjitha. Pas kësaj, unë kisha vendosur që të bëja një vit pushim. Okay. Por, një vit pushim që unë doja ta bëja në duke u marrë me çështje të conservationit, të merresha pak me mjedisin, u prish sepse ra pandemia. Okay. Dhe gjatë kohës që ra pandemia, ju e mbani mend shumë mirë që ishim gjithë izoluar, situata ishte shumë ndryshe, ndoshta ju ishit në punë, ti mjet. Jo, unë fakt atëherë kam qenë student, dhe për ne ka qenë periudhë shumë e vështirë, sepse na u desh që të shkëputeshim nga shkolla, të mësonim vetë, të përgatiteshim, që provimet vazhdonin e gjitha me radhë, kështu që
Na grina kohë ju kujtua studentëve të vitit 5-6 që të shkonin si Edhe po, e njëjta thiri u bë dhe këtu te ne, po unë atëherë jam qenë o viti 3, viti 4, diçka. të gëtuar për pak. Jo, në fakt do kisha qejf që të shkoja. Se Okay. është experiencë në vetë edhe që. Po, një dhe e vetme nëse do kishe shkuar. Po normalisht kur ranë në Shqipëri, kur mbyll dhe u bë gjithë izolimi, unë isha këtu, kisha ardhur me mendimin që kjo situata do zgjaste disa muaj dhe do kthehesha për dënë aprovime, gjë që nuk ndodhi, zgjati mjaftueshëm, unë dash provimet, shumica e tyre ishte online, sepse kështu u bë dhe formati, dhe pastaj 3 vitet e tjera jam marrë vetëm me trajnime terapeutike, sepse kuptova që puna që unë kisha imagjinuar të bëja nuk ishte mjaftueshëm e informuar nga shkolla dhe duhet bëja të gjëra tjera nëse doja që punoja në mënyrën time me njerëzit, dhe jo thjesht në laborator ose jo thjesht në një trajektore që dikush tjetër e ka shtruar dhe ti thjesht ecën, se kjo për mua është e mërzitshme. E kuptoj. Po me sa unë di dhe kam dëgjuar, ju jeni neuroshkencëtarja e parë dhe e vetme në Shqipëri apo? Këtë unë nuk e di, Okej. edhe nuk mund të them a është e vërtetë apo jo, dhe realisht nuk është se ka rëndësi. Jo, po ideja do më thënë se studiosh neuroshkencë, do më thënë është pak e veçantë. Edhe si e morët ju këtë si vendim? Mua nuk më zhdukur diçka e veçantë, mua më zhdukur diçka interesante. Aha. Kur isha Shtyja i kurioziteti më. Po, unë jam një nga njerëzit më kurioz që ndoshta do takosh ndonjëherë për çdo gjë, jo vetëm për shkollën. Dhe në të njëjtën kohë jam një person që s'kam shumë durim, kështu që kur do merrja vendimin për bachelorin, mbaj mend që po mendoja gjatë gjithë kohës nëse doja që ndiqja trajektoren e mjekësisë dhe pastaj studioja psikiatri, nëse doja të bëja psikologji, nëse doja të ndiqja biomjekësi dhe pastaj të bëja ca trajnime më vonë, po të gjitha këto ishin shumë gjata në kohë. Dhe nuk doja që të rija aq gjatë në shkollë dhe të merja aq gjatë këtë pozicionin e studentit ku të flitet, se sa ku ti mendon në mënyrë kritike, sa asnjëri nga këto s'funksiononte. Unë nuk e dija që ekzistonte një deg si neuroshkenca. E kam hasur shumë rastësisht kur po kërkoja në Google, atëherë ChatGPT-ja nuk ekzistonte akoma. Edhe në ato orët e shumta që nuk po e gjeja dot atë që realisht më bënte klik, e zbulova, ekzistoka kjo dega, është vetëm 3 vite, ishte vetëm 3 vite, dhe gjithashtu masteri është vetëm 1 vit. Kështu që tash në 4 vite unë mund ta marr, mund ta thith si ai sfungjerit çdo gjë që mund të më japin, dhe pastaj mund të bëj atë që unë realisht dua të bëj me këto informacione. E kuptoj. Po ju keni studiuar në King's College, që është i dyti në botë, me sa unë do me thënë hulumtimet që ne bëm bashkë me Arionin, për sa i takon neuroshkencës, me qenë se domethënë kur ju pyeta para se të nisim këtë episod më thatë që si s'pas keni kërkuar për mua, po ja që kam përfu dhe ja. Arti më pyetin. Unë e bën ti. Po. Dhe unë e pyet mbrapsht, a ke vërë kërkim për mua? Dhe unë të thash që do ta vërtetojmë gjatë episodit. Do ta shikojmë. Do ta Një këto se deri tani vetëm titullin e Okej. Në King's College që është i dyti në botë për neuroshkencë. Po, në fakt do më thënë këtu t'ju pyes edhe për ndar pak eksperiencën tuaj që keni patur atje, sa të vështira ishin studimet, po dhe pjesa financiare, si arritët ta përballoni, se kam përshtypjen që edhe këto janë halle që studentët duhet që ti te i kalojnë. Atër Kingsi ka një institucion kërkimor që në Europë është i pari për outputin që jep, edhe në botë hahet pak me universitete si Harvard, për shembull. Por për ambientin që ofron, atë që po thoj edhe çfarë, ka shumë llojshmëri profesionesh, sepse në Angli ekziston një koncept shumë i bukur, i të krijuar i të vendeve të punës në formë multidisiplinare. Për shembull, është një institut tjetër që quhet CRIC. Dhe CRIC shumë interesant është edhe për studentët që janë duke u marrë me fushat e ndryshme mjekësore. Ka egzageruar këtë që Kingsi është përpjekur të bëj në institucionin e vet kërkimor, ku tani edhe në çdo vend pune, pra në çdo tavolinë pune, ti je ngjitur me njerëz që nuk bëjnë atë që bën ti, po bëjnë diçka krejt tjetër. Kur ti shkon pish një kafe te Mensa për shembull, Mensa, ai është një institut shumë fancy. Dhe kulturacion është e vështirë, po është ideja që dhe ku pi një kafe, ti mund të jesh për shembull fizikant, po e pi kafe me një person që ka studiuar biologji molekulare dhe ndan. Sepse është parimi që ti zgjidhjet e problemeve do i arrish duke ndryshuar mënyrën se si mendon. Edhe Kingsi këtë gjë e ka mjeshtëruar si parim. Unë kisha pedagog që ishin qoftë psikiatrit shumë të mirë
lidera në fushën e vet, po edhe psikologë që ishin komplet në një vend tjetër, ishin shumë psikodinamik, ishin akoma me disa teori pak të vjetra, edhe ne gjithë ata na jepnin mësim. Nuk është se përzgjidheshin vetëm një formë e caktuar. Pastaj po të shkojmë te jeta studentore që ti më pyete, lëndët kanë qenë të vështira, jo nga ana e kompleksitetit, më shumë se sa nga ngarkesa. Në një periudhë të shkurtër kohe ti duhet mësoje shumë gjëra. Kjo besoj se është ngjashme edhe me mjekësinë, sepse ne bënim dhe shumë lëndë që keni bërë dhe ju, vetëm se ne i bënim shtypëra, ndërsa ju keni pak më shumë kohë që dhe të merrni frymë. Nëse dhe ne nuk është se marrim shumë frymë. Jam e vetëdijshme për këtë, sepse në bibliotekë zakonisht ishin interesuar nga studentët e mjekësisë. Dhe në fakt universiteti im ka pasur 3 deri në 4 spitale të veta dhe ne kemi pas mundësi që të shkojmë atje që të bëjmë praktikat tona. Dhe aty haseshim me student mjekësie që ishin gjithmonë me radhë të zinësish, gjithmonë të paqeshur edhe duke punuar shumë fort dhe duke u ankuar. Kemi rrugë tjetër ne, kështu që Po pastaj kur ja dimni besoj se ja vlen gjithë pjesa mbrapa. Patjetër. Por të qenit student në Angli është shumë ndryshe nga shumë shtete të tjera që unë kam pasur si të marrë informacion. Pak. Është shumë më social. Në ndihesh shumë e mbështetur. Për shembull në shkollë nëse ti do kishe një problematik, ata që merreshin me studentët ishin shumë responsive, merreshin me ty, të kthenin përgjigje shpejt, kishe mundësi të takoje këshillues siç i quajnë ata. Nëse kishe nevojë për ndihmë. Kurse në shtete të tjera është shumë herë më e vështirë nëse je internacional, ndërkombëtar, që të marrësh ca trajtime kur të duhen. I vonoj në kohë mund të t'japin edhe falas, po është pak më e vështirë. Anglia këtë pjesë e ka shumë të mirë dhe nuk ndihesh asnjëherë vetëm brenda kampusit shkollës. A ishte pandemia pika e kthesës suaj në Shqipëri apo e kishit menduar dhe më herët? Nuk e di. Nëse ishte piksese, Shqipërinë nuk e kam parë asnjëherë si një vend që duhet të kthehem ose duhet të iki. Shqipëria është e mëvetësishme, pavarësisht çfarë duhet bëj unë me jetën time në teori. Ideja është që e kishit menduar që do ndërtoni diçka në Shqipëri dhe jepni kontributin tuaj këtu? Faktikisht, kjo formë të menduari nuk ka ekzistuar dhe nuk ekziston në mendjen time. Shqipëria është një vend që ofron shumë gjëra, përfshirë edhe njerëzit e mi të dashur, gjuhën time, kohën shumë të mirë, gjitha me radhë, po nuk e imagjinoj, nuk ja jap vetes atë se di të drejtën ose përgjegjësinë që ti do japësh kontribut. Unë dua të jetoj, ta jetoj jetën time siç është. Momentalisht në Shqipëri jeta ime është shumë e bukur, ka qenë kështu për shumë vite, dhe unë po e shijoj kohën këtu. Nuk e mendoj sikur duhet bëj diçka këtu apo diku tjetër, sepse ndërkohë që ne është shumë e bukur, ndërkohë që ne bëjmë plane, zoti qesh. Dhe unë që ku kam qenë 17 vjeç, kam vendosur që mos bëj shumë nga këto planet. Se përpara se t'isha 17 vjeç, ku përballa me jetesën vetëm në një qytet si Londra që është shumë i frikshëm, dhe mbaj mend që ditën e parë kur do hyja metro e vija kartën nga ana e gabuar dhe nuk hape dhe më kapi një super stres derisa pash që isha nga dalja dhe jo nga hyrja. E mbaj mend shumë mirë atë episodin. Po ti e jeton jetën tënde tani, nuk e jeton në të ardhmen, nuk e jeton as me këto planet, sepse nuk do funksionojnë. Sado që ti mund përpiqesh, nuk do ndodhi asnjëherë ashtu siç ti e ke imagjinuar. Sigurohu që tashme jote të jetë e mbushur dhe do shkosh te ajo pika nëse do jesh gjallë që ti ke imagjinuar. Shumë e bukur, mesazh shumë i bukur ky. Në fakt, ndërkohë që po kulumtonim për ju, pam edhe që, domethënë, ne e dinim që Instagrami juaj quhet Banana Ditar. Pse ky emër? Dhe pse keni zgjedhur këtë frut? Jam shumë kurioz. Sepse ky frut i njësoj si njerëzit që kanë problematikat shëndetit mendor, është i paragjykuar nga pamja jashtme. Nëse ne themi që dikush ka, për shembull, shpesh e kam dëgjuar këtë ditë në lajme kompleksin, çështjen e bipolaritetit, ky person është bipolar se sillet në këtë formë, kur e quajmë kështu ne direkt e paragjykojmë. Është me depresion, duhet të rrim larg këtij personi. Edhe banania, nga morfologjia, nga e jashtmja, është frut që tallet, vihet në lojë, pavarësisht se është shumë i shëndetshëm për trurin. Shumë e bukur dhe kjo. Në fakt, kemi një rubrik shumë veçantë në podcastin tonë. Kujtet e nxehta. Okay. Pas ka ardhur gati Arja. Okay, në rregull atëherë, meqense jeni gati. Nëse nuk do merreshit me neuroshkencë, me çfarë do merreshit? Do merre, plani im është që t'jem shef kuzhinën. Okay. Yes. Rregull, mezi po pres që ta provoj pjatën tuaj të fare. Edhe sigurt që do të kënaqesh. Okay, shpresoj.
Në profesion, zemra apo truri? Nuk ndahen, ato janë bashk. Në profesion, Qofse e keni përzgjedhur një. po unë punoj me zemër, nuk punoj me tru. Po në dashuri? Në dashuri nuk ka mundësinë të zgjedhësh ashtu, se ndo pare se sa ti kuptosh që ka vende të lirë. Okej. Diçka që e keni kaluar, por nuk do ja uronit as armikut tuaj. Gjitha do ja uroja. Mendoj që gjërat që kam kaluar kanë qenë aty që unë t'i kaloja dhe t'vija këtu, po mos t'i kisha kaluar s'do isha këtu. Okej. Shishe? Diçka që është e trendit sot, por nuk mendoni që nuk duhet të jetë. Është listë shumë e gjatë. Një, të parën që u vjen në mendje. Normalizimi i të ankuarit. Në shqiptarët në fakt ankohemi shumë. Shumë, dhe ndërkohë që ankohesh krijon edhe në mendjen tënde një realitet tjetër, sikur realisht bota është kaq e keqe. Në fakt nuk është aq e keqe. Okej, në fakt duam që ta prekim dhe këtë temë, po pak më vonë. Sa ta mbyllim të rubrikë. Në qoftë se do ishit 5 minuta me veten tuaj më të re, ndoshta para 10 viteve, çfarë do i thonit? Çfarë do i thoja? Bravo, jam shumë krenare për ty. Okej. A besoni në Zot? Po. Okej. Në fakt, këtu mund ta lëm dhe këtë për më vonë. Jo, s'ka gjë, zauron se është pyetja e fundit e kësaj rubrike, kështu që. Okej, kur e kam pyetur Jungun a besoni në Zot, Aha. Carl Jung i ka thënë nuk besoj sepse e di. Që të besosh do të thotë që ti ende nuk e prova. Derisa kur e di, nuk ke nevojë për prova. Kështu që edhe unë do thoja që e di që ka Zot. E kuptoj. Okej. Jo thjesht besoj. Kaq ishte kjo rubrikë, nuk besoj që ju vum shumë në pozitë siç kemi vënë mjekët. Mund të më vësh Arvi e lirë. Okej, s'ka gjë, biseda nuk ka mbaruar akoma. Është që Pres. Okej. Duke qenë se sot domethënë shikojmë një zhvillim shumë madh pothuajse në të gjithë fushat, ndërkohë që kur vjen puna tek truri, ne dim shumë pak. A mund na updatoni pak me disa nga studimet ose çfarë pritet, domethënë që ne të mësojmë në vazhdimsi për këtë organ? Është një pyetje shumë e vështirë, sepse truri bën shumë gjëra, dhe në varësi të interesit tënd, mund të shkosh edhe të shikosh zbulimet e fundit. Interesi im është kryesisht në kuptimin e smundjeve neurodegenerative, siç janë Alzheimeri, Parkinsoni, demencat e ndryshme ku përfshihet Alzheimeri. Dhe momentalisht një studim i gjetje shumë e mirë e studimeve është efekti që ka aktiviteti fizik në parandalimin e këtyre smundjeve. Dhe studim pas studimi tregon pikërisht këtë gjë që ilaçi vetëm parandalues që ne kemi është aktiviteti fizik. Studentët e mi e dëgjojnë këtë fjali aq shpesh sa mund të jetë gdhëndur në tru. Pa aplikojnë? Nuk e di. Okej. Unë shpresoj që po. Për aktivitetin fizik dhe për gjumin, duhet jenë 2 ilaçe, 2 aktivitete bazë që secili duhet i ketë në vijë nëse dëshiron që të bëjë çdo lloj gjëje me vlerë. E kuptoj. Okej. Në një kohë që ne domethënë gjithë ne jemi tani dhe duam që t'i kapim pak a shumë që të gjitha punët, t'i bëjmë që të gjitha në të njëjtën kohë mundësisht, është futur ky koncepti multitasking tani. Po normalisht që nuk mundemi dot edhe sikur të duam. Çfarë mendoni ju për këtë domethënë si koncept që është futur tani dhe çfarë pasojash ka? Duke qenë se shumë për shembull duke u munduar që ti kenë çdo gjë në kontroll, fillojnë problemet e ankthit, shëndetit mendor. Çështja e kontrollit është më vete, nga çështja e multitasking, po mund të marrim pjesën e multitaskingut. Këtë do shtoja tek ajo pyetja e nxehtë që më bëre, që me çfarë nuk do isha dakord. Besimi ose dëshira për të shpresuar që mund të bësh shumë gjëra njëkohësisht sakt dhe pa kosto shumë të mëdha, është budallik. Sepse sa herë që ti kalon nga një task te tjetri, për shembull, je duke më parë mua, je duke parë pyetjet, je duke menduar ku diun si është ari këtu, je duke menduar nëse Arioni është i kënaqur me çfarë po ndodh tani. Gjatë gjithë kohës kur ti po bën kalimet, për të bërë kalimin po shpenzohet energji. Energji kognitive, energji që vjen nga truri frontal, i cili ka një numër të përcaktuar, të kufizuar vendimesh që mund të marri, logjike që mund të përdori. Dhe kur ti punon qoftë edhe 4 orë, duke bërë këtë kërcimin nga një vend te tjetri, pastaj je i lodhur. E kuptoj. Nëse do kishe punuar 4 orë i përqendruar, deep work, punë të thellë,
do e shikoj që mbas 4 orësh, jo vetëm që s'do ndihesh aq i lodhur, po do ndihesh energjetik, do ndihesh sikur okay, mund ta vazhdoj ditën time tani. Kurse kjo bën komplet kundërtën, sepse ti gjatë gjithë kohës je duke krijuar këto firët energjike që nuk shkon asgjë kundi. Mbi këtë, ti je duke menduar që po e bën sakt gjë, dhe pastaj shikon që në fund ditës nuk e qenë produktiv dhe fillon dhe lupi i fajit, i turpit, që s'pas kam bërë asgjë sot. Mbi vendosen shumë shtresa, kështu që më mirë mos ta bëjmë. E kuptoj. Okej, dhe mesazhi ishte i qartë këtu. Ndërkohë, diçka që unë e vërej, po në fakt kam filluar që ta vërej që në kohën e pandemisë, domethënë pas periudhës pandemisë, që njerëzit filluan dhe të lidhen shumë me libra të tipit si të bëhemi të suksesshëm, si të motivohemi, si të dalë versioni më i mirë i imi e të gjitha me radhë. E ju si keni marrëdhëniet me libra të tillë? Unë e thash edhe çfarë që jam shumë njeri kurioztar, kështu që shumicën e këtyre librave i kam lexuar, Dhe po janë libra të gabuar për të lexuar nëse do të bësh ato që të thot titulli. e kuptoj. Kështu që mos e bëj, është kohë e humbur kot, lexo libra real, të vërtet, jo ato lloj libra. Po një titull libri që kemi lexuar së fundmi edhe mund ta sugjeroni? Në fakt mund të sugjeroj librin që po lexoj tani, i cili është i shkruar nga Cal Newport dhe ka shkruar edhe për punën e thellë, Deep Work, që edhe ai është një libër tjetër që unë e sugjeroj shpesh. Tani ka shkruar për konceptin e produktivitetit të ngadalt. Okay. Jam në mesin e tij. Mënyra se si Cal shkruan është duke dhënë histori të ndryshme dhe duke krijuar një linjë që i lidh ato bashkë për të dalë në një përfundim. Edhe momentalisht është duke folur për kuzhinën që ka ndryshuar në Itali, edhe në vendet veçanërisht në vende turistike, dhe po fliset se si është hapur McDonald's-i para shumë kohësh në Piazza di Spagna, me konceptin që turistët të merrin ushqim sa më shpejt. Dhe në të njëjtën kohë, një italian tjetër vendosi që kjo nuk na përfaqëson si kulturë, edhe nisi lëvizjen e kuzhinës së ngadalës. Dhe që aty pastaj janë hapur disa nisma të tjera në Itali me konceptin e të bërit të gjërave ngadalë edhe sakt, duke përdorur historinë tonë, po dhe duke jetuar në të tashmen, jo me këtë vrapin e vazhdueshëm. Kuptoj. Libri është shumë i bukur deri tani. Domethënë tani e kuptoj atë dëshirën tuaj për të bërë shefe kuzhine, që pat nga keni frymzuar. I tërheq këto librat, po. Okej. Në fakt diçka që unë dua tani që ta diskutojmë, po dhe të ndajmë disa këshilla në formë këshillash, duke qenë se tani paktën për studentët e mjekësisë dhe jo vetëm, për gjithë studentët kanë përshtypjen nëpër universitete, është periudhë sezoni provimesh. Po. Dhe normalisht që kur vijnë provime, studentët stresohen maksimum. Okay. Cilat mund të jenë disa këshilla që ata të kenë parasysh, qoftë në rutinën e të mësuarit, se si ta përballojnë sa më mirë këtë stresin, po në fund ditës, qofse përballojnë më mirë stresin, dhe më të suksesshëm kanë përshtypjen. Okej. Si fillim, stresi nuk është diçka e keqe që po i ndodh. Stresi është aktivizimi i trupit tënd për të përqendruar në një pikë në një kohë dhe për mos menduar për 100 gjëra të tjera. Kur stresi është akut, pra ku ti je përqendruar aty për 3-4 orë që po studion, apo 5-6 orë, varet se sa kohë të duhet të studiosh, është shumë mirë që është aty. Nëse stresi është kronik dhe ti e ke edhe para se të flesh gjumë, ke edhe kur striohesh mëngjes, ke gjatë gjithë kohës, diçka po e bën gabim. Kështu që heqë një herë konceptin që stresi është i keq, sa nuk është i keq, përndryshe do ishte venitur me kohën dhe ne nuk do e kishim trashëguar. Tek studentët, ose ajo që unë kam vënë re, edhe kur kam qenë vetë studente me këto sezonet e provimeve, ekziston deluzioni që ti mund të mësosh të gjitha sakt dhe siç duhet vetëm në sezonin e provimeve dhe do marrësh 100% me aq sa ke mësuar në sezonin e provimeve. Pa mundër. Nuk është e pamundur. Por le ta shikojmë si bonus nëse ndodh kjo gjë, sesa si normë. E kuptoj. Sepse kur e shikon si normale, që ti mund ta shtrydhësh gjithë informacionin e një viti, që ka kohën e vet për të procesuar, prandaj dhe jepet gjatë një viti dhe nuk t'jepet për një herë, ti fillon dhe dëmton veten tënde sepse e gjykon që pse s'ja dola. Unë sova 5 ditë rresht, nuk fjeta gjumë, pse s'mora 10. E kuptoj. Kjo gjë nuk ekziston. Nëse ti merr 10, bravo qoftë, shikoje si bonus. Shpërbleje veten tënde. Fillo duke pranuar që nëse i ke lënë gjitha për minutë fundit, duhet të bësh aq sa ti ke mundësi për atë provimin. Jo ta shtysh veten, ta lësh pa gjumë, kur fle pak, ke edhe probleme me kujtesën.
Ndërkohë që ti mendon që unë po mësoj deri në orët e para të mëngjesit, është shumë mundësi të bësh më shumë gabime në provim. Si statistik, ti mund t'jesh edhe gjeni që flet 2 orë gjumë edhe pastaj del shumë mirë në provim dhe des i ri pastaj se ke fjetur pak gjumë. Po ndoshta e ka vlejt për ato dietën aty. Nuk e di, se gjithse cili ka prioritet të veta. Dhe pastaj këtu do zbriset ajo që thash dhe çfarë, që përpiqu si student të flesh gjumë me orë të plota. Të flesh dhe të zgjohesh në të njëjtën orë. Nuk është e thënë që duhet flesh 8 orë, se ndoshta nuk e ke luksin që të flesh 8 orë, po përpiqu që të paktën ta mbash atë hapësirën konstante. Përpiqu që të lëvizësh, veçanërisht nëse je në Tiranë, që ta jenish dhe kohë shumë e mirë, dil në mëngjes për një ecje, merr atë vitaminën D dhe organizoje pjesën tënde të studimeve në atë mënyrë që her pas here, ndoshta çdo një orë, të dalësh qoftë edhe 10 minuta. Do të të bësh shumë mirë, do të të kthjellojë, nuk është kohë e humbur. E fundit do ishte që të mësohet në grup, nëse është e mundur. Jo në grup që bëhet gallat edhe Grup efektiv. Grup efektiv, 2 deri në 3 veta. 2 veta është grup, 3 veta është grup, ku secili mund të marrë përsipër të prezantojë një nga temat, që ndoshta dhe i pëlqen më shumë, ose ndoshta që ka më shumë vështirësi, sepse kur e japim si mësim diçka, e mëson dhe vetë më mirë. Dhe ti në këtë formë e bën pak më argëtuese procesin e të studiuarit, se nuk duhet të jetë nuk duhet parë se nuk është privilegj fakti që ti ke mundësinë të mësosh. Përkundrazi, fakti që ti ke këtë hapësirën kohore që ti tulesh edhe gjithçka që ke për të bërë të mësosh, është privilegj shumë i madh. E vërtet. Tani u mbetet vetëm t'i aplikoni. Suksese. Okej. Në fakt diçka që unë e vërej, domethënë, gjatë gjithë kohës, duke qenë se tani po merremi dhe me podcastin bashkë me Arionin gjitha me radhë, kemi filluar pak a shumë që të futemi edhe në rrjetet sociale, të eksplorojmë gjëra se si funksionojnë gjitha me radhë. Ajo që ne kemi vënë re të dy ka qenë fakti që njerëzit komplet atë mlefin që kanë ndoshta nga përditshmëria e tyre vinë dhe e shprehin në rrjetet sociale. Pyetja ime është, a është me të vërtetë ajo çfarë ne ndoshta jemi brenda në atë subconsciencën tonë, ajo që shprehim në rrjetet sociale, ndoshta ai frustrimi, mlefi, dhe gjejmë një hapësirë, shkryr që është, hajta shprehim këtu. Të gjithë brenda nesh kemi pjesë, të cilat nuk janë aq të bukura, aq të pastra për të nxjerrë. Të gjithë ne kemi pjesë inati, kemi pjesë lefi, kemi pjesë kontrolluese, kemi pjesë që përpiqet të ndryshojë realitetin dhe mos ta pranojë. Por varet kë lëm që të na marrë drejtimin e jetës. Dhe personat të cilët e kanë vendosur në timon këtë pjesën e mlefit, janë ata që ti shikon që shkruajnë edhe flasin në atë formë në rrjetet sociale, jo sepse nuk kanë anë të tjera, po sepse kanë zgjedhur dashur pa dashur që ajo të jetë pjesa dominante. Edhe se ajo pjesa është pak e frikshme, dhe ndonjëherë të duket sikur të jep fuqi, edhe pastaj ajo është një fuqi e cila nuk është se vlen në çdo mjedis të vlefshëm. Koncepti i të qenit në këtë pozicionin ku ti ke një hapësirë që mund ta godasësh, i ngjan dhe atij thesit boksit që ne shkojmë palestër e dim që aty mund t'i bijem sa të duam. Kur ti nuk e ke këtë hapësirën rikrijuese, prandaj dhe aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm, veçanërisht kur ke kaq shumë inat për të nxjerrë, do gjesh një thes boksi tjetër. Dhe mundësisht ai thesi boksi do jetë i pranueshëm kundrejt këtyre lloj komenteve. Personalisht kur vinë gjëra të tilla drejt meje, unë thjesht i fshi dhe i bëj blok ata njerëz. Nuk përpiqem as të futem në diskutim, sepse kur përpiqesha më përpara, kuptoje që unë dhe ata ishin në një komplet në plane të tjera funksionimi dhe s'kishte asnjë lloj vlere. Kjo s'ka të bëjë me heqjen e lirisë së fjalës, po në hapësirat e mia nuk mund të hyj çdo njeri. Në hapësirën time do hyj ai që dua unë. Dhe ka mënyra të ndryshme për të dhënë kritika. Të sharat apo të bullizuarit nuk është normale dhe nuk mund të jetë normale, pavarësisht se fatkeqësisht edhe mediat e mëdha i përdorin këto si clickbaits që të marrin sa më shumë shikueshmëri e ushqejnë urrejtje. Shumë përshtypje ky fenomen që ushqehet urrejtja çdo ditë në lloj mase dhe njerëzit pak janë shumë, nuk e di, më duket sikur është e zgjuar që e marrin, por si teknikë që ata e përdorin edhe është shumë e zgjuar. Përfshihet shumë kollaj. Po, sepse nga ana psikologjike ne jemi shumë të prirur të shkojmë drejt gjërave negative, sepse duke qenë shumë më të vëmendshëm tek gjërat negative që ndodhin përreth nesh, do jemi më të sigurt, sepse do e njohim gjën e keqe dhe do dim si të mbrohemi. Nëse të ka ndodhur që e ke vënë dorën në sobën e nxehtë, e di që nuk do ta bësh më, se e mban mend shumë mirë.
Nuk e mban mend po njësoj një ëmbëlsirë shumë të mirë që ke ngrënë. Është më e vështirë ta Ashtë të mbajnë po. Po, Vërtet. nëse do shikoje lidhjet edhe hapësirat në tru që zë negativet, ngjarjet negative dhe ngjarjet pozitive, negativet marrin gjithmonë prioritet, se është më e rëndësishme të mbijetosh, se sa është e rëndësishme që ti të kënaqesh. Dhe mediat, edhe mediat sociale, po dhe media televizive, që aty besoj se është pjesa më e tmerrshme, sepse aty mund të jetë dhe një fëmijë që thjesht ka hap televizorin dhe po e dëgjon. Ajo është krim pastaj. Po, janë duke shfrytzuar maksimalisht këtë proces neurobiologjik që ndodh natyrshëm. E vërtet. Në fakt duke qenë se jemi te kjo pjesa dhe mua më pëlqeu shumë me thënë drejtën mesazhi që përcollëm tani, po a ka ndonjë shprehje, fjalë, nuk e di si, ose të grup fjalësh që ju e keni si reminder çdo ditë për ta përballuar ndoshta atë stresin e ditës, për ta kaluar sa më mirë. Diçka që Jam ja kujton përpjekur. vetes çdo ditë. Jam përpjekur që të gjeja nga këto fjalitë dhe her pas here eksperimentoj. Ose ti krijon edhe vetë. Po pra, jam përpjekur që të kisha një lloj motoje ose slogani. Kam provuar shumë të ndryshme, po asnjëra nuk ka ngjitur. Ajo që mua më ndihmon kur zgjohem mëngjes është thjesht të them që është një ditë e re. Dhe është fat që ti je gjallë. Është fat që ti ke një ditë të re për të bërë çfarë të duash ti, kur të duash ti, për të qenë ti personi që dikton jetën tënde. Sepse më përpara, kam qenë shumë e merra shumë për të mirë qenë faktin që zgjohesh mëngjes, fillon dita e re dhe vazhdo ato rutinën e punës ose shkollës. Po në fakt nuk është kështu. Ka plot njerëz që nesër nuk do zgjohen, edhe nuk e dinë që nuk do zgjohen. Mund të jemi edhe ne që nuk e dinë. Po ne e marrim kaq të mirë qenë, edhe këtu tregohet optimizmi më i thellë i njeriu, kur vendos atë alarmin te telefoni, e merr të mirë qenë që nesër do zgjohesh. Kur e vendos atë alarmin, kjo mund të jetë një mesazh që mund të ja. Mendo pak më thellë për çfarë po bën. Ti po tregohesh aq optimist për jetën tënde, sa po ta marrësh këtë optimizmin, ta vendosësh në dimensione tjera të jetës, kush e di se sa më i mirë, më i suksesshëm, më i lumtur do ishe. Se shiko që ti e bën çdo ditë si gjë. Shumë e bukur. Ju më thatë që nuk mendoni plan ose nuk i planifikoni gjërat në afat gjatë, po në afat shkurtër për punë 5 vitesh. Cili është plani juaj? 5 vite është afat shkurtër. Po, ideja është që nuk është shumë afat gjatë. Okej. Cili 5 vite është afat gjatë në atë pikpamjen tim. po. Planet Ose ku e shikoni veten, nuk e di, pas një farë periudhe të caktuar kohore, çka keni menduar? Tani unë duhet të tregoj ëndrat e mia dhe pastaj unë duhet të zhduk. Sepse ca nga të gjërat që unë duhet të realizoj, edhe kur i kam ndarë jashtë kamerës, njerëzit kanë thënë që kjo s'do ndodhi kurrë, është utopike, mos e mendo kur që kjo gjëja do krijohet ndonjëherë. Po së fundmi, në një prezantim që po bëja për personal branding, bëm një konferencë te komuniteti që unë drejtoj, që quhet Elir, dhe secili nga ne mori kohën e vet që të fliste për brandin e vet personal. Dhe duhet flistin për misionin, vizionin dhe vlerat. Tek vizioni, unë kisha vendosur, dhe këtë po e ndaj me ty dhe do të lej që ti jetosh. Kisha ndarë që vizioni im, ndoshta jo në 5 vite, ndoshta jo në 10, ndoshta kur unë mos t'jem më këtu, është që profesioni im mos të ekzistoj më, nëse është e mundur. Mos tjetë më nevoja, jo e pjesës studimore, se pjesa studimore është dargëtuese, ka gjithmonë Po dhe nevoja do jenë parë. gjithkohë për kohë studimore, sepse shoqëria duhet zhvillohet, kështu që. Po pastaj duhet flasim a është zhvilluar shoqëria këtu ku jemi në disa aspekte apo ka bërë regres, kështu që po e lë Okej, këtë pjesë. është që tjetër. Po flas për profesionin në atë moment, po flisja për pjesën e terapisë. Do doja që për sa kohë t'jem gjallë, të punoj që njerëzit si komunitet të ndihmojnë njëri tjetrin, se ne nuk jemi krijuar që të jetojmë vetëm, dhe epidemia më e madhe që ne po kalojmë nuk janë këto sëmundje të ndryshme që flasim, është vetmia. Dhe vetmia është po aq e dëmshme, apo më shumë se sa duhani, apo se sa shumë zakone tjera që ne i marrim edhe i nxjerrim dhe flasim duhani të bën do të shkaktoj vdekjen. Ndërkohë për vetmin nuk flasim shumë. Flasim thuajse fare, dhe ku flasim gabim. Që është ekstra problem. Po nëse është e mundur, të do doja që të bëja, që para që sa jam gjallë, të punoj që ne mos kemi më nevojë të ulemi përballë një personi të panjohur, dhe nga ai personi i panjohur ta ndjejmë për herë të parë dëmshurinë, dashurinë, faktin që dëgjohemi, po t'ia ofrojmë ne njëri tjetrit. Shumë faleminderit me koçiaj, meqense ju kështu keni qejf domethënë që t'ju thrasin, po për mua ishte shumë kënaqësi, me thënë drejtën, e shijova shumë si bisedë. Shpresoj që ta keni shijuar domethënë dhe ju.
edhe shpresoj që nëpërmjet këtij episodi mos t'i kemi lënë ata që e kanë ndjekur vetëm, t'ia kemi shëruar këtë vetmin sadopak. Unë shpresoj që t'ja ketë vlejtur marrja në konsiderat e personave që ju kishin thënë që t'më ftonin. Besoj. Që ata do i falenderoja veçanërisht, po pastaj do ty për gjithë kënaqësinë që ndan. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ju që na ndoqët deri në episodin e ardhshëm. Sa më shumë shëndet dhe paqe pa.